Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka bërë thirrje deputetëve që të angazhohen për të bërë antarësime të reja në parti. Angazhohuni me antarësimet e reja, ky do të jetë tregues për vlerësimin e punës tuaj, theksoi Berisha, gjatë fjalës së tij në mbledhjen me grupin parlamentar në Selim Blu. E ndërsa në Partinë Demokratike të Vlorës janë mbyllur zgjedhjet, në degët e tjera procesi po vijjon. Berisha tha se zgjedhjet janë zhvilluar dhe kanë ecur me një normalitet në tërsinë e tyre, por detyra më e rëndësishme sot janë antarësimet e reja, sipas liderit opozitar. Me punën që bëjnë në terren, do të matet dhe vlerësohet dhe aktiviteti i deputetëve. Në të gjitha degët e vendit po zhvillohen zgjedhjet. Janë zhvilluar dhe kanë ecur me një normalitet në tërësinë e tyre. Por detyrë më e rëndësishme sot janë antarësimet e reja. Unë bëra dhe dje një mbledhje me drejtuesit politik dhe me koordinatorët. Por secili për jush është i ftuar të kontribojë në mënyrën më serioze që mund të kontribojë në antarësime të reja. Është jetike për Partinë Demokratike ky proces. Mos harroni që ne kemi një problem madhor, spastrimin etnik për shkak të politikave të Edi Ramës, largim në njerëzve nga Shqipëria. Ndaj dhe duhet ta përparësoni, duhet të kontriboni me të gjithë mundësitë tuaja për antarësime të reja. Duhet ta vlerësojmë në shkallë maksimale. Është kushti gjitha kushteve që kjo forcë politike të rezistoje pamposhtur ndaj kësaj diktature autoritare të bazuar në drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Është pra gjithashtu një tregues në vlerësimin e punës të gjithë secilit. Duhet ta marrim në mënyrën më serioze.